Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Demit. Dema, java e parë e qershorit do t'ju gjej lidera, do t'ju gjej të suksesshëm, do t'ju gjej të realizuar. Ju do t'jeni personi që do të marrë shumë përgjegjësi, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në punë, pra ti ai personi që të bën punë, që të zgjidh, që të ndihmon, të gjithë do të vinë tek ty për suport, për të marrë mendime, për t'i udhëzuar. Kjo do t'ju bëjë sigurisht që të ndjeni mirë, të ndjeni krenar për veten, sepse jeni në një pozicion prestigjos edhe të gjithë ju respektojnë, po nga ana tjetër do keni sigurisht edhe shumë ngarkesë, shumë punë, do duhet të tregojeni mjaft të disiplinuar në javën e parë, ta menaxhoni kohën sa më mirë që t'jetë e mundur. Dhe kjo do të jetë një javë fantastike edhe për çështje që lidhen me punën, me karrierën, me paratë. Pse e them këtë? Sepse Afrodita, planeti që ju udhëheq, futet në shenjën tuaj me datë 6 qershor në Dem. Dhe kjo ju sjell para, ju sjell luks, ju sjell suksese. Kjo është koha më e mirë nëse ti je i punësuar, apo je duke kërkuar për një vend pune, për të bërë aplikime, për të folur me prorët e tu, menaxherët, personat që e kanë në dorë të ndihmojnë të t'japin këtë vend pune. Nëse të duhet të bësh një aplikim në shtet, gjithashtu shumë favor do të kesh, do ta marrësh me një herë aplikimin, do njerëzit do duan të ndihmojnë, do ta kalosh shumë shpejt si procedurë, gjithçka. Kjo është një javë e jashtëzakonshme edhe për ato dema, sidomos femrat e shenjës së Demit, që janë single në këtë periudhë, sepse shikoni janë 3 javë. Java e parë kemi Perandorin, javën e dytë kemi Mbretin e Monetave, javën e tretë Princin e Shkopinjve, pra ju do të keni shumë admirues edhe shumë opsione. Opsioni i parë mund të jetë një person që është në një moshë mbi 55 vjeç, po që është një njeri shumë i suksesshëm, një person i pushtetshëm, një person shumë i realizuar. Në javën e dytë mund të jetë dikush që ka energji të fortë toke, një lloj si ju, shenjën ascendente ose shenjën kryesore të diellit në Dem, në Virgjëresh ose në Bricjap, po një person i suksesshëm, një person që merret me biznes, mund të jetë diku rreth moshës 45-50 vjeç, dhe kemi dhe opsionin e tretë në javën e tretë, ku është Princi i Shkopinjve, një person që është një moshë me ju, një person që mund të ketë shumë pak diferencë moshe, një person që kujdeset shumë për pamjen e jashtme, një person që ka humor, një person që udhton shumë, por sigurisht nga ana financiare nuk do të ketë të njëjtin stabilitet, të njëjtën ekonomi, të njëjtën situatë si dy personat në javën e parë edhe të dytë. Kjo do të varet nga ju pastaj se kush do të jetë preferenca juaj dhe vendimi që do të merrni, femrat e shenjës së Demit, por në vija të përgjithshme, kjo është energjia e javës së parë, sukses, të vendosur në një pozicion me përgjegjësi dhe me të ardhura të mira, kërkoni për rritje pune, shfrytëzoni kontaktet, sidomos nëse njihni njerëz që janë të suksesshëm, njerëz të pushtetshëm që mund t'ju ndihmojnë, kërkoni për ndihmë në këtë kohë, dhe është periudha më e mirë për të folur, për të biseduar, për të krijuar bashkëpunime. Java e dytë do të jetë një javë ku është mirë që të investoni. Nëse keni si plan, si ide për të bërë një blerje të madhe, një blerje që lidhet me, mund të jetë një blerje një banese, një prone, mund të jetë një investim që ka të bëjë me forma të ndryshme për të shtuar pasurinë tuaj, qoftë nga diçka që është me risk më të ulët, siç mund të jetë një depozit bankare, deri tek diçka ndoshta që ka risk pak më të lartë, siç mund të jetë investimi në një biznes apo diçka tjetër. Kjo është koha për ta parë situatën me kujdes, për ta analizuar, sepse jeni në energjinë tuaj, jeni stabil, jeni të suksesshëm dhe mendoni afatgjatë, jo vetëm ju po ndërtoni pasuri për brezat e ardhshëm, jo vetëm për momentin,
jo vetëm për një kohë tani për të marrë pak ndoshta edhe atë kënaqësinë e luksit e të mirëqenies, por një gjë që do të jetë me përfitim në të ardhmen. Dhe çdo investim që ju po bëni në javën e dytë sidomos do të jetë i mirë menduar, i mirë planifikuar, nuk ju shoh të nxitoheni apo të nguteni. Java më pas e tretë do të jetë një javë ku do të keni një ide që do të jetë shumë interesante, diçka që lidhet me një punë, diçka që lidhet me një investim në një biznes të ri për disa prej jush. Disa dema do duan të udhtojnë, do doni të bëni një gjë që të ndoshta të largoni pak të ngarkesën përgjegjësitë të mëdha që keni pasur në javën e parë dhe në javën e dytë, e keni marrë jetën ndoshta shumë seriozisht me gjithë këto përgjegjësi. Keni nevojë të argëtoheni, keni nevojë t'ja kaloni mirë, keni nevojë të bëni diçka që ju heq nga presioni i përditshëm, sidomos udhëtime shikoj që mund të jenë të shkurtra, në vende të ngrohta, në vende që janë tropikale, në vende ku ti ke mundësi thjesht të dalësh ta shijosh jetën e natës, ndoshta edhe plazhin thjesht për tu shplodhur. Një javë shumë interesante, siç thash edhe për ato persona që janë single në këtë njohje të re. Ky është ai person që përshtatet më tepër me ju për momentin, sepse keni më tepër kimi, keni tërheqje, e gjeni veten më shumë, ndërsa dy personat në javën e parë dhe të dytë janë persona të cilët nëse mendoni më shumë pjesën e të mundësuarit nga ana ekonomike, të pasurit një jetë më të mirë, një jetë më të rehatshme, janë opsionet, janë zgjedhjet më të mira. Megjithatë do ta shijoni këtë javën e tretë me këtë person, sepse ka shumë humor, është një person plot jetë, plot gjallëri dhe është pikërisht ajo që ju keni nevojë dhe që ju duhet. Java e fundit pastaj e qershorit do të jetë një javë ku gjërat do të ketë vonesa, do të ketë pak edhe keq kuptime, duhet bëni kujdes qoftë me sistemet që ju do të përdorni, që mund të lidhen me pjesën nëse keni një program të caktuar kompjuterik që e përdorni në punë, apo emailët që dërgoni, siguroni që gjithçka të jetë bërë në mënyrën e duhur, sepse kalojmë nga këto javët e para kur jeni më me këmbëtok i bëni gjërat më ngadalë në këtë energjinë e javës së dytë dhe tretë ku gjërat jeni pak me nxitim. Do të keni një periudhë që do thoni, ok, ti përshpejtoj gjërat, i mbaroj punën shpejt e shpejt se po më marrin shumë kohë. Ajo pastaj do të sjellë edhe gabime që do dalin në pa në javën e fundit, e do thuash mos, mundova t'i bie shkurt për diçka dhe më hapi më tepër punë, më hapi më tepër probleme, mund të jeni pak të irrituar në javën e fundit, pak të acaruar, thoni mos, duhet ta kisha bërë pak më me kujdes, mund të keni edhe pak zhgënjim nga ky person, demat që janë single edhe që do dalin me personin e javës së tretë, mund të ndjeni disi të zhgënjur, sepse do të kaloni një javë shumë të bukur dhe më pas nuk do të flisni më, nuk do të kontaktoni më me këtë person, apo korrespondenca do të jetë shumë më e vakët në krahasim me më përpara. E do thoni ja, me një herë ndryshoi, ja me një herë situata u kthyet, dhe kjo do të jetë diçka që do t'ju shty të mendoni për opsionin e parë dhe opsionin e dytë, me qenë se nuk keni qëndrueshmëri, nuk keni një stabilitet që është i rëndësishëm për ju me këtë person. Është në momentin që takoheni, gjithçka është shumë e bukur, shumë intensive, më pastaj interesi bie dhe nuk e dini se çfarë po bën, nuk e dini se me çfarë po merret. Qëndroni në të njëjtin ritëm, kjo do të jetë shumë e rëndësishme gjatë muajit qershor. Mbani të njëjtën ritëm nga fillimi i muajit deri në fund pa ndryshime dhe mos u nxitoni, siguroni që përpara se të merrni një vendim, të finalizoni diçka edhe nga ana e punës, të lexoni çdo gjë me kujdes, të dërgoni emailët e duhura, të keni çdo gjë nën kontroll. Kjo do të
do të ishte mënyra më e mirë për ta menaxhuar, edhe pse ju shikoj pak të lodhur deri në fund të muajit për shkak të ngarkesës, përgjegjësive, gjithçka tjetër, do jeni pak të lodhur deri në fund të qershorit. Prandaj nga orakulli i kristaleve, kristali që unë ju rekomandoj për këtë muaj është kuarci i qartë ose clear quartz që quhet në anglisht. Çdo ëndër e jotja është drejt realizimit, vazhdo përpara. Kuarci i qartë njihet si mjeshtri i kristaleve ose si amplifikator. Pra zmadhon energjinë, e shton energjinë, gjithçka që ti do ose fokusohesh, të ndihmon për ta realizuar, për ta bërë realitet sa më shpejt që t'jetë e mundur. Prandaj dhe mesazhi është i tillë që çdo ëndër është drejt realizimit, vazhdo përpara. Edhe pse mund të kesh pak vonesa, edhe pse mundet që disa gjëra të shtyen pak një ditë, dy, nuk do të thotë që nuk do të realizohet. Do të thotë thjesht që ule edhe pak ritmin, shikoj gjërat pak me kujdes. Por kjo është energjia e kuarcit që ju ndihmon shumë gjatë kësaj kohe, sepse e zmadhon dëshirën, ju ndihmon, siç ju thash, që të afroni më tepër drejt vetes tuaj. Nëse ju doni më tepër dashuri, doni më tepër vëmendje, ju bën edhe më atraktiv, edhe më joshës, ju bën edhe më tërheqës. Nëse doni më tepër para, sukses, të mira materiale, ju ndihmon të tërhiqni edhe më tepër para, më tepër klient, një punë më të mirë. Kuarci i qartë është ndoshta kristali më i mirë i mundshëm që ti mund të mbash për veten tënde, për të tërhequr dëshirat e tua, për të ndihmuar në realizimin atyre gjërave që ti dëshiron, sepse ju thash njihet si mjeshtri i kristaleve dhe amplifikatori i çdo energjie. Dhe nëse ti e mban bashkë me një kristal tjetër, për shembull kuarcin e qartë bashkë me një kristal që mund të jetë në ngjyrë të gjelbër, që është jeshile, që është për të tërhequr para, siç mund të jetë xhadja ose aventurina e gjelbër, e zmadhon edhe më shumë energjinë për të tërhequr para edhe bollok edhe të mira materiale. Këtë varse me kuarc të qartë, por edhe varse të tjera, vath, unaza, byzylyk, mund t'i gjeni, nëse jeni të interesuar, mund t'i porosisni direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video, e keni edhe tek përshkrimi, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës, keni opsione nga më të ndryshme. Ky, siç e shikoni, është një opsion me një varse goxha të madhe kuarci të qartë. Nëse jeni të interesuar për diçka tjetër që ndoshta është më e vogël, me çmime të ndryshme, keni opsione plot tek website-i im, keni gjëra shumë të bukura, shumë të veçanta. Thjesht klikoni dhe do të shikoni çdo gjë dhe mund të gjeni gjithçka që lidhet me stolit, me gur dhe me kristale. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar të mësoni të lexoni vetë tarot apo letrat e orakullit, letrat që unë po përdor janë nga tarot e para shqiptare dhe nga orakulli i kristaleve, që mund t'i porosisni të dyja në website-in tim, gjithashtu në amazon.com, në etsy.com dhe dërgesa bëhet në çdo vend të botës. Dema, unë ju uroj një muaj fantastik, shfrytëzojeni maksimalisht këtë muaj sepse jeni në energjinë tuaj dhe jeni shumë e fatë për çështje që kanë të bëjnë me parat, me financat, me karrierën, për të gjetur një partner të suksesshëm dhe një partner me të ardhura shumë të mira. Shfrytëzojeni në avantazhin tuaj sa më shumë që t'jetë e mundur. Unë ju uroj gjithë të mirat, një muaj të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe dhe bashkë do shihemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.